Rruga Irakli Pylli në zonën pranë portit të Vlorës e lënë në harres të plot. Mungesa e infrastrukturës në këtë zonë, por edhe përmbytjet në ditë me reshe shiu janë shqetësim kryesor i banorëve të kësaj zone. Banorët shprehen se kjo pjesë e qytetit Vlorës është haruar nga të gjithë, edhe pse në fushat nuk kanë munguar premtimet se do të kishte investime. Problemi më i madh në këtë zonë është përmbytja e banesave, por edhe rruga e cila ndodhet në gjendje tepër të keqe. Janë shumë banesa të cilat në ditë me reshje përmbyten, thon banorët, për këtë arsye kërkojnë që të merren masa. 20 ca vjet që jetojnë këtu, po këta të tjerë që kanë 50 vjet, nuk është hedhur nga ty deri këtu një tubë 200.000 lekë që kushton, nuk vjen njerë bashkia, mbytemi aty, arrim. S'dalim dot, heqim këpucët, heqim atletët, vërim e çizme. Është tup. Se përmbyten edhe banesat? Po të gjitha komplet. Është gjuna e madh. Hajde, jep ato 2 lekë që ka bashkia, 2 lekë të japim edhe ne, të çojmë një tubë aty edhe ta mbytim me që këta s'pas kanë fonde. Një shtet ka që fuqi, nuk ka një bashki, nuk ka një diçka, një tubo. Është gjuna e madh. Të dalin në dimër te kjo rrugë si kalon? Çfarë? I ngritën krah prindrit. Çfarë do bëjnë? Thon çizmet. Ja. Nga aty deri këtu. Shumë keqja katastrofë është nga trenët. Rruga jonë si është? Rruga jonë bjeta shishi, duan varka të kalojmë ne. Këtu, në këtë lagje. Së bëj njëri dorë këtu o qupë. Që do bëjmë neve? Ja, kjo punë është gjithmonë. Të gjithë fëmijët e kalojnë këtu, kalojnë marrin në krah kalamajt. Fëmijët. Komplet me, po them të kalosh me varka. A që keqe që rruga këtu. Së bëj njëri dorë, kusha vjen? Në fakt, është shumë rruga keqe. Këtu nuk ka lërë do të njerë, do mos më poshtë është më keqë akoma. Shpit janë të prishur, gjithë ka. Rrugët janë komplet të prishur. I vetëm s'kalon dot. Nuk kalon dot. U kam premtuar ndonjëherë se do ta rregulloni rrugën? Kështu thojnë, po s'po gjejnë gjë. S'po shikojnë asgjë në vi. Me sa shikoj unë, s'ka për të bërë. Po, mbytemi neve. Sidomos unë një rande, a unë mbytem. Me legena nusja e djali me fshes se me zi heqim ujë, se jemi në nivel kështu. Këtë punë kemi neve. Ju kam premtuar ndonjëherë që do rregullohet? Po kështu na kanë thënë që do rregullohet, po kur vemi babit s'mase do rregullohet. Çfarë problem. Gjithë ujtë e lagjes këtu të nem lidhet. Sipas tyre, ndërhyrja duhet bërë tani, pasi në periudhën në vijim, me fillimin e reshjeve të shiut, situata do të rëndohet së tepërmi, shtëpitë do të mbulohen me ujë, ndërsa në rrugë mund të kalohet vetëm me automjet.